nderuar televizionistë, përshëndetje, do të jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion, ju njohim me zhvillimet e ditës. Pas rikthimit nga Brukseli, Sali Berisha doli në një konferencë me gazetarët ku foli për takimet me zyrtarë të lartë europian dhe përpjekjet për të denoncuar farsën elektorale. Berisha komentoi edhe debatin e krijuar për burgun e Spaçit, duke hedhur akuza kundrejt kryeministrit Edi Rama. Sali Berisha, kryetari i Partisë Demokratike, zhvilloi një konferencë për shtyp ku komentoi ngjarjen e fundit politike në vend dhe situatën në Bashkimin Evropian. Ai u shpreh se gjatë 2 ditëve në Bruksel, në atë që ai e quajti tempulli i demokracisë, u zhvillua një pretendë ndaj kryeministrit Edi Rama. Në Bruksel morën një plag të pashërim. Mori një plag pashërim farsa e tyre elektorale, morën një demaskim ekzemplar lidhjet e tyre me botën e krimit, organizatat më kartelet e drogës dhe organizatat më të rrezikshme kriminale, mori një demaskim edhe një farsa zgjedhore në të gjitha dimensionet e saj. Kur ndonjëherë në 34 vite Brukseli nuk ka qenë më shqiptar se sa ato 2 ditë të javës së kaluar. Sipas Berishës, në këtë ngjarje ishin të pranishëm 2 spion të dërguar me urgjencë, të cilët nuk dihen nëse e mbrojtën apo e tradhtuan kryeministrin shqiptar. Pastori që kumbaj, kurse Etieni ishte sfazuar fare. U kthyen 2 spiujt e qeverisë, siç erdhen, thash edhe një herë, unë i quaj të pafajshëm, sepse ishin para një misioni impossible. Ai u ndal edhe tek diskutimet që janë ndezur në lidhje me rikonstruksionet në godinën e burgut të Spaçit, duke i cilësuar këto debate si reflektim i problemeve më të gjëra në qeverisjen aktuale. Përdorimi i një preteksti për të shuar gjurmët, për të mbrojtur xhelatët e diktaturës, është një shkelmim për zdyti i atij kalvari që ka ndodhur në atë kamp, dhe ky është Edi Rama mendon se me suva do mund të shuaj veprën e etërve të tij barbar. Është thjesht pra përpjekje e Edi Ramës për të mbyllur me suva dhe me bojra gjëmen e të mërshme që ka ndodhur në atë kamp ndaj qindra dhe mijëra shqiptarëve. Berisha u shpreh se këtë çështje dëshmoi nevojën për transparencë dhe përgjegjësi në udhëheqjen e vendit, duke kërkuar nga institucionet të japin llogari për veprimet e tyre. Partia Demokratike ka akuzuar Partinë Socialiste për përdorim të institucioneve shtetërore gjatë procesit të zgjedhor të 11 majit. Në qendër të denoncimit janë presidenca dhe shkolla e magjistraturës, e cila sipas Partisë Demokratike kanë vendosur persona të lidhur politikisht në funksion të majorancës. Partia Demokratike ka ngritur akuza të drejtpërdrejta ndaj Partisë Socialiste, duke akuzuar ato për kapjen e institucioneve dhe përfshirjen e tyre në procesin zgjedhor të 11 majit. Në një deklaratë për mediat, zëdhënësia për antikorrupsion në Partinë Demokratike, Genta Vangjeli, u shpreh se presidenca dhe shkolla e magjistraturës kanë devijuar nga misioni i tyre kushtetues, duke vënë në dispozicion të Partisë Socialiste individ të lidhur me politikën. Përjashtimi i zotit Rusmali nga shqyrtimi i kërkesës ankimore ka qenë objekt i kërkesës PD-ASHM në datën 2 qershor, duke arsyetuar shkeljen dhe vendimarrjet e tij në cilësinë e antarit të KAS-it, haptasi kundër palës ankimuese subjektit zgjedhor Partia Demokratike dhe përfaqësuese të saj ligjor, duke krijuar arsye serioze për një anshmëri. Sipas PD, studentët e shkollës së magjistraturës janë vendosur në funksione kyçe gjatë administrimit të zgjedhjeve në mënyrë të njëanshme dhe në ndikimin e Partisë Socialiste. Nga ana tjetër, shkolla e magjistraturës ka vënë dispozicion të partisë studentët e saj. Kështu, kandidatja për gjyqtare, sipas listës përfundimtare të publikuar në 13 maj nga Këshilli Drejtues i Shkollës së Magjistraturës, zonja Shila Ballhysa, rezulton një herësh përfaqësuese e Partisë Socialiste në KQZ. Partia Demokratike kërkon distancim të menjëhershëm institucional nga ky akt si dhe transparencë për emrat dhe funksionet e individëve të përfshirë. Në Shqipëri vijon stërvitja ndërkombëtare shumëkombëshe Defender 25, ku forcat e armatosura të vendit marrin pjesë së bashku me aleatët dhe partnerët e NATO-s.
Kryeministri Edi Rama e ka cilësuar këtë si një nga stërvitjet më të mëdha dhe më komplekse të dekadës së fundit në Europë dhe Afrikë. Në ambientet e qendrës stërvitore në Bizë, në zonat përreth Durrësit vjen stërvitja ushtarake shumë komshe Defender 25, një nga operacionet më të mëdha ushtarake në rajonin Euro-Atlantik këtë vit. Ky event ushtarak përfshin manovrat të koordinuara nga toka, ajri dhe deti, duke përfshirë rreth 12.000 trupa nga 8 shtete të ndryshme, mes tyre dhe Shqipëria. Kreu i qeverisë shqiptare Edi Rama, përmes një postimi në rrjetet sociale, ka theksuar rëndësinë e kësaj stërvitjeje që zhvillohet në udhëheqjen e komandës europiane të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në bashkëpunim të ngushtë me vendet aleate dhe partnerët të NATO-s. Ai e ka cilësuar Defender 25 si një nga stërvitjet më të mëdha dhe më komplekse të dekadës së fundit, që synon forcimin e gatishmërisë ushtarake dhe përmirësimin ndërveprimit mes forcave të aleatëve. Paraditën e së shtunës, në qendrën stërvitore në Bizë u zhvilluan demonstrime të forcave të përfshira në stërvitje, duke treguar aftësinë dhe koordinim mes njësive të ndryshme. Përveç Shqipërisë, stërvitja Defender 25 zhvillohet edhe në Bullgari, Kroaci, Greqi, Kosovë, Maltezi, Maqedoni të Veriut dhe Slovaki, duke konsoliduar bashkëpunimin ushtarak në të gjithë rajonin. Kjo iniciativë e përbashkët ka për qëllim përgatitjen për një përgjigje të shpejtë ndaj çdo kërcënimi të mundshëm në hapësirat euroatlantike dhe për forcimin e sigurisë rajonale në bashkëpunim me aleatët strategjik. Agjencia e mbikëqyrjes politiore ndërmori një operacion të papritur në doganën e Kapshtitës, ku u sekuestrua lëndë narkotike dhe ujë të fortë dhe u ndaluan disa persona. Hetimet po shqyrtojnë përfshirjen e mundshme të punonjësve të policisë dhe të doganës në këtë aktivitet palishëm. Një nga operacionet më të rëndësishme të muajve të fundit u zhvillua paraditjen e kësaj të shtune në pikën kufitare të Kapshtitës, ku Agjencia e mbikëqyrjes policore për rajonin Elbasan Korç ndërhyri me kontroll të befasishëm. Gjatë aksionit u sekuestrua një sasi e konsiderueshme lëndë narkotike, e dyshuar si substancë fortë, ndërsa disa persona u ndaluan si të përfshirë në rrjetin e trafikut të drogës. Burimet bën me dije se droga u kap gjatë një kontrolli të detajuar të një mjeti që tentonte të kalonte kufirin drejt Greqisë. Autoritetet dyshojnë se në këtë rast janë të përfshirë edhe funksionarë të policisë së shtetit dhe të strukturave doganore, të cilët mund të kenë ndihmuar në lehtësimin e trafikut palishëm. Operacioni vjen në kuadër të forcimit të kontrollit ndaj veprimtarisë së strukturave policore në pikat kufitare dhe e thekson angazhimin e Agjencisë së mbikëqyrjes policore për të luftuar korrupsionin dhe trafikun ndërkombëtar të lëndëve narkotike. Hetimet vijojnë në bashkëpunim me Prokurinë e Elbasanit dhe autoritetet doganore, ndërkohë që pritet analiza laboratorike për të përcaktuar saktësisht natyrën dhe sasinë e drogës së sekuestruar. Policia kufitare dhe autoritetet doganore në Durrës sekuestruan 3 armë zjarri dhe afro 1600 fishek të fshehura në një automjet me destinacion Afrikën Qendrore. Dyshohet për trafik ndërkombëtar armësh, ndërsa një shtetas kosovar është shpadur në kërkim. Një arsenal armësh është zbuluar në portin e Durrësit në një automjet që ndodhej në një kontenjer të mbyllur që nga fundi i vitit 2022. Policia kufitare në bashkëpunim me autoritetet doganore dhe drejtorinë vendore të policisë Durrës gjeti të fshehura në automjetin tip Land Rover 3 armë zjarri dhe 1580 fishek luftarak. Mjeti kishte hyrë në Shqipëri përmes pikës së kalimit kufitar Morin në 20 dhjetor të vitit 2022 dhe ishte në tranzit nga Kosova drejt Republikës Demokratike të Kongos. Por që prej asaj date, ai kishte mbetur i paprekur në terminalin e portit të Durrësit, pasi dërguesi nuk ishte paraqitur për të kryer procedurë doganore. Vetëm në 4 qershor të këtij viti, dogana vendosi të hap kontenjerin për kontroll fizik. Brenda automjetit u zbuluan 2 arma automatike, një pistolet, 1580 fishek të kalibrave të ndryshëm dhe 12 krëra fishekësh të veshura në mënyrë të kujdesshme. Hetimet e para çuan në identifikimin e një shtetasi nga Kosova, i cili është padhur në kërkim për posedim palishëm të armëve dhe trafik ndërkombëtar armësh. Armatimi i sekuestruar do të nënshtrohet analizave balistike nga Instituti i Policisë Shkencore për të zbuluar nëse është përdorur më parë në ndonjë krim. Ndërkohë, hetimet vijojnë në bashkëpunim me Prokurinë e Durrësit dhe autoritetet kosovare me qëllim zbardhjen e plot të këtij rasti dhe identifikimin e personave të tjerë të përfshirë në këtë veprimtari të dyshuar kriminale, që ngre pikpyetje mbi rrjetet të mundshme të trafikut të armëve në rajon. Për ndeshjen e shumëpritur Shqipëri-Serbi në arenën kombëtare do të angazhohen mbi 2000 forca të policisë dhe strukturave elitare të sigurisë. Masat e jashtëzakonshme janë vendosur për garantimin e rendit dhe shmangjen e çdo incidenti me fokus të veçantë sigurinë e ekipit serb.
Më shumë se 2000 forca sigurie do të jenë në terren për të garantuar rendin dhe sigurinë në ndeshjen Shqipëri-Serbi, një nga sfidat më të ndjeshme sportive në aspektin e sigurisë që do të zhvillohet në arena kombëtare në Tiranë. Burimet bëjnë me dije se janë angazhuar njësitë elitare, Renea dhe FNSH, shërbimet e antiterrorit, Drejtoria e Policisë së Tiranës si dhe Shërbimi Informativ i Shtetit. Vëmendja më e madhe është përqendruar tek mbrojtja e delegacionit dhe përfaqësuese serbe, që do të shoqërohet me forca të shumta policie nga mbërritja në aeroport deri në largimin pas ndeshjes. Antiterrori ka rol kyç në planin operacional edhe është përgjegjës për kontrollin e perimetrit të stadiumit dhe monitorimin e çdo pike hyrëse në territorin shqiptar. Në të gjitha pikat kufitare janë shpërndar lista me fotot e personave me prirje ekstremiste apo historikllune, të cilëve nuk do t'i lejohet hyrja në Shqipëri. Masat e sigurisë shtrehen në të gjitha nivelet. Për herë të parë në një ndeshje sportive janë vendosur pajisje të sofistikuara teknologjike, përfshirë kamera me njohje të fytyrës dhe pajisja antidron që rrethojnë stadiumin. Do të përdoret pushka antidron për të neutralizuar çdo mjet ajror të paautorizuar që mund të tentojë të afrohet në zonën e ndeshjes. Të gjitha rrugët përreth stadiumit do të bllokohen disa orë para nisjes së takimit, ndërsa kontrollet për tifozët do të jenë të imtësishme. Policia ka përgatitur një plan të detajuar verifikimi për biletat dhe kartat e identitetit për të siguruar që në tribuna të hyjnë vetëm personat e verifikuar dhe të pajisur me dokumentacion të rregullt. Në bashkëpunim me Federatën Shqiptare të Futbollit edhe agjencitë e tjera të sigurisë janë implementuar masa të standardit ndërkombëtar për parandalimin e çdo incidenti, përfshirë edhe kontrollin ajror dhe monitorimin në kohë reale të çdo lëvizjeje në dhe rreth stadiumit. Kjo është ndeshja me masat më të mëdha të sigurisë që është zhvilluar ndonjëherë në Shqipëri, një test serioz për autoritetet dhe një sfidë për treguar se vendi është i aftë të menaxhojë evente të ndjeshme ndërkombëtare. Do të njihemi me parashikimin e motit. Territori shqiptar për datën 8 qershor 2025 do të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme me mot të kthjellët dhe temperatura të larta në të gjithë vendin. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 18 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale pritet të arrijë deri në 35 gradë Celsius në zonat e ulta perëndimore. Era do të fryejë lehtë deri mesatare nga drejtimi veri-perëndimor me shpejtësi 3 deri në 5 metër për sekond. Deti parashikohet me dallgëzim të ulët nga 2 deri në 3 ball. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 21 deri në 35 gradë Celsius. Kukës, 19 deri në 32 gradë. Peshkopi, 18 deri në 31 gradë Celsius. Tiranë, 18 deri në 35 gradë. Durrës, 21 deri në 33 gradë. Kavaj, 20 deri në 32 gradë. Elbasan, 19 deri në 34 gradë Celsius. Berat, 20 deri në 35 gradë. Korçë, 17 deri në 30 gradë. Vlorë, 21 deri në 32 gradë Celsius. Gjirokastër, 20 deri në 34 gradë. Sarandë, 21 deri në 32 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 8 qershor 2025 do të karakterizohet nga mot i kthjellët dhe temperaturat e larta në të gjithë vendin. Temperatura minimale do të zbresë deri në 15 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale do të arrijë deri në 33 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veri-perëndimor me shpejtësi mesatare prej 3 deri në 5 metër për sekond. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica, 16 deri në 32 gradë Celsius. Podujev, 16 deri në 31 gradë. Skënderaj, 16 deri në 30 gradë Celsius. Pej, 17 deri në 32 gradë. Prishtinë, 16 deri në 32 gradë Celsius. Gjakov, 17 deri në 32 gradë. Malishev, 17 deri në 31 gradë. Gjilan, 16
deri në 31 gradë. Ferizaj, 16 deri në 31 gradë Celsius. Kaçanik, 17 deri në 31 gradë Celsius. Suharek, 18 deri në 31 gradë. Prizren, 17 deri në 32 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues, ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Ju faleminderit për vëmendjen tuaj. Bashkë miru takofshim.